Gjatë të tërë historisë, shumë njerëz kanë menduar se gjithësia do të ekzistojë deri në pafundësi. Kjo teori ka qenë bazë e feve politeiste të sumerëve dhe të egjiptasëve të vjetër dhe të filozofisë materialiste greke. Shkaku kryesor i këtij besimi të kotë është mos informimi i njerëzve për të vërtetat e feve hyjnore apo mohimi i këtyre të vërtetave. Edhe gjatë periudhave të kaluara, zhvillimi jo i mjaftueshëm i shkencës dhe i teknologjisë ka qenë arsye që njerëzit të kenë një bindje të këtillë të gabuar. Kurse sot, shkenca ka vërtetuar se gjësia ka fillimin e saj dhe se një ditë padyshim do të ketë fundin e saj. Kjo e vërtet qartë është treguar në Kur'anin famuljar qysh para 1400 vjetëve. Gjësia një ditë padyshim se do të ketë fundin e saj. Thëndryshe, kiameti patjetër do të ndodhë, dhe në këtë nuk ka asnjë dyshim. Dhe nuk ka dyshim se kiameti do të vijë patjetër. E ne nuk i krijuam qejt as tokën ndryshe vetëm me urtësi. E s'ka dyshim se momenti i fundit, kiameti do të vijë. Ky rend i cili në mënyrë të përkryer funksionon me miliona vjet është krijimi i Allahut i cili krijoi çdo gjë. Dhe ky rend me urdhrin e tij dhe në një kohë të caktuar nga ai një ditë në mënyrë madhështore do të përfundojë. E tërë gjësia, prej më të voglit deri te më i madhi, me të gjitha krijesat që gjenden në të, qofshin gjallë apo të vdekur, një ditë do të zhduken. Përveç që në Kur'an tregohet se kiameti patjetër do të ndodhë, po ashtu në detaje tregohen edhe ndodhitë që do të ndodhin në ditë. Kur të pëlqet qielli dhe kur detet të vlojnë si zjarri flakëruar, dhe kur kodrat të kenë udhëtuar e bërë pluhur në ajër, kur dielli të jetë mbështjellur dhe errësohet. Padyshim se kiameti do të jetë një katastrofë e madhe që kurrë nuk ka ndodhur në histori. Fundi i patjetërsueshëm i gjithësisë është temë që çdo herë ka zgjuar kurreshtje, kjo kuptohet edhe nga ajetet kuranore. Njerëzit kanë kërkuar njohuri për kohën se kur do të ndodhë kiameti edhe nga Muhamedi alayhis salam. Të pyesin ty Muhammed për çastin katastrofën e përgjithshme se kur do të ndodhë ai. E pejgamberi alayhis salam është urdhëruar që t'ju përgjigjet atyre në këtë formë: thuaj, atë di vetëm Zoti im. Allahu e mban fshehtësi kohën se kur do të ndodhë kiameti, megjithatë nëpërmjet pejgamberit alayhis salam ka treguar se ai është afruar dhe tregon për shenjat e tij. Muhamedi alayhis salam në shumë hadithe të tij tregon për shenjat e kiametit. Në këtë film që jeni duke ndjekur, do të mundohemi t'i shpjegojmë shenjat që Muhamedi alayhis salam i ka treguar në hadithet e tij. Në qoftë se Allahu nuk mohohet haptazi, kiameti nuk do të ndodhë. Gjatë historisë, ashtu siç ka pasur njerëz të cilët e kanë besuar Allahun, ka pasur edhe ateistë që e kanë mohuar atë.
Deri ka mesi i shekullit 19 nuk është hasur që të bëhet propagandimi i ateizmit haptazi, por pas kësaj date paraqiten ideologji ateiste siç janë darvinizmi, komunizmi, fashizmi e tjera. Themeluesit e dhejtarët e këtyre ideologjive në çdo rast pa fije turpi deklaronin se nuk pranojnë ekzistimin e Zotit. Si shembull, do të marrim Leninin, një ndër themeluesit e ideologjisë komuniste në lidhje me propagandimin e ateizmit, ai thotë: Propaganda jonë duhet të përmbajë propagandimin e ateizmit nëpërmjet botimeve shkencore dhe tubimi i shkrimtarëve ateist që deri dje ishin të larguar nga qeveria feudale në prerën e partisë, po ashtu duhet të përkthehen edhe më pas të botohen veprat e shkrimtarëve ateist francez të shekullit 18. Ateistët ideologjinë e vetë mbështesin në teorinë e evolucionit të Darwinit, dhe këtë ideologji të tyre propagandonin nëpërmjet librave, revistave, programeve televizive, rrjetit të internetit dhe me anë të konferencave të shumta. Të gjitha këto gazeta, libra, filma, dokumentar, faqet e internetit janë përplot mesazhe ku mohohen Allahu dhe krijimi. Të shkurt sot ballafaqohemi me një situatë të paparë. Ashtu edhe siç thuhet në hadith, shenja e kiametit është mohimi i Allahut, haptazi dhe pa fije turpi. Padyshim se kjo situatë është me urdhrin dhe lejen e Allahut. Kur në botë do të mbretërojë gjendje kaotike, do të shtohen intrigat, kur do të paraqiten hajnat dhe kur disa do të sulmojnë të tjerët. Gjatë tërë historisë ka pasur lufta mes njerëzve, por këto luftra deri në shekullin 20 kanë qenë rajonale të brendshme. Kurse luftrat në të cilat janë ndikuar të gjithë popujt botëror janë zhvilluar në shekullin 20. Lufta e parë dhe lufta e dytë botërore ku kanë humbur jetën me miliona njerëz. Po agjivet kanë ngelur pa kulm mbi kokë dhe kanë ngelur sakat apo i kanë humbur të afërmit e tyre. Shekulli 20, po ashtu është dëshmitar edhe i shumë luftrave tjera të vështira. Lufta e Kores, Vietnami, lufta mes arabëve dhe Izraelit, lufta mes Iranit dhe Irakut, lufta në gjirin persik e tjera. Lufta në Bosnjë, Palestinë, Çeçeni, Afganistan, Kashmir. Teknologjia moderne luftarake dita ditës zhvillohet dhe dëmet e luftës janë shumë më katastrofale. Me përdorimin e armeve biologjike dhe kimike janë bërë gjenocide të mëdha. Nga ana tjetër, në shekullin 20, me të madhe rritet numri i grupeve terroriste.
ideolojik amaçlar ve etnik Këto grupe që janë paraqitur me qëllime ideologjike dhe ndasi etnike, pas protestave të tyre pas vetes kanë lënë me 10 mijë të vdekur apo sakat. son yüzyılda en uç noktalarına Kjo tablo jo njerëzor që u paraqit në shekullin e fundit tregon se gjendemi në kohën që përshkruhet në hadith dhe është argument i rëndësishëm se është afruar koha e kiametit. Qytetet e mëdha do të shkatrohen sikur se dje nuk kanë ekzistuar fare. Në pjesën e kaluar treguam për shkatërimet e mëdha që janë sjellur zhvillimi i teknologjisë ushtarake njerëzimit. Këto shkatërime më tepër vërhen në qytetet e mëdha. şehirlerde görülmüştür. Kohëve të fundit në për luftëra përdoren armë nukleare, bombat me fuqi të madhe shkatëruese, raketat laserike dhe shumë armë tjera moderne. Savaşlarda kullanılmaya başlanmıştır. Këto armë trishtuese kanë shkatëruar shumë qytete të mëdha. Üzerinde tarihte benzeri görülmemiş bir tahribat meydana getirmiştir. Me përdorimin e bombës atomike nga harta botërore fshiu 2 qytete të mëdha japoneze. Kryeqytetet evropiane me bombardimet e pandërprera janë shkatëruar në tërësi. Yerle bir olmuştur. Në histori shekulli 20 do të shënohet si shekull i luftrave të shumta dhe shkatërimeve të mëdha. Katastrofat që i ka goditur vendbanimit të mëdha nuk janë vetëm vepër e njeriut. İnsan eliyle olmamıştır. Disa qytete të mëdha janë shkatëruar dhe me katastrofa natyrore. Neticesinde yerle bir olmuştur. Shumë vende të botës janë shkatëruar me anë të tërmeteve, furtunave, vërshimeve e tjera. Kasırgalar, hortumlar nedeniyle çok büyük hasar görmüştür. Bu noktada Hulumtimet që janë bërë në këtë drejtim në dritë kanë nxjerrë të vërteta shumë të çuditshme. Në ditët e sotme katastrofat natyrore për nga numri dhe mallësia kanë treguar një rritje të madhe. inanılmaz bir artış göstermiştir. Nëse analizohen të gjithë katastrofat që kanë ndodhur në botë, katastrofat e shekullit 20 si nga numri po ashtu dhe nga mallësia janë shumë më tepër se sa të kaluarat. Gözükmektedir. Kjo edhe një herë vërteton se afrohen momentet e fundit të kësaj gjësie që përmenden në hadith. Deliliğini oluşturmaktadır. Şu hadiseler meydana Nëse nuk ndodhin këto ndodhi, kiameti nuk do të bëhet. gelenler çoğalacak.
Bir önceki bölümde Në pjesën e kaluar e analizuam katastrofat që kanë ndodhur drejt për drejt nga dora e njeriut, siç ishin luftrat, si dhe katastrofat natyrore, si dhe si janë shkatruar vendbanime të mëdha. yoluyla şehirleri yerle bir ettiğini görmüştür. Bu doğal afetler Këto katastrofa natyrore, nëse analizohen pak më mirë, do të shohim edhe një ka shenjë tjetër të kiametit. bu alamet hadislerde Kjo shenjë, sıkça ashtu görülen siç përmendet deprem shpesh edhe në hadithe, është tërmeti. Amerikan ulusal Sipas të dhënave të Qendrës Nacionale Amerikane për tërmete, vetëm në vitin 1999 në tokë kanë ndodhur 20.832 tërmete. bu depremlerde Në këto tërmete me 10.000 njerëz kanë humbur jetën. bu rakam geçmiş Ky numër është shumë më i madh në krahasim me vitet e kaluara. sayıları ve şiddeti Tërmetet, numri dhe fuqia të cilave dita ditës shtohet, edhe njëherë vërtetojnë se dita e kiametit është shumë afër, ashtu siç ceket edhe në hadithe. kıyametten önce iki Para bin kiametit do të hadise ndodhin vardır. 2 ndodhi të mëdha, Sonra da dhe pastaj vinë yıllar. vitet me tërmete. Do të shtohet numri të varfërve. çoğalacak. Uria dhe jeta e shtrenjtë do të përhapet me të madhe. Alabildiğine yayılacak. Një ndër shenjat e kiametit ashtu dhe siç tregojnë këto hadithe janë përhapja më të madhe e varfërisë dhe jetës së shtrenjtë. Kjo e vërtetë në ditët e sotme është shumë e qartë. Sot me miliona njerëz në Afrikë, Azi dhe Amerikën Jugore si dhe Europë lindore jetojnë në uri. Açlıkla iç içe yaşamaktadır. Sipas ulëmtimeve të bëra 1/4 e popullatës në botë, parafërsisht 1.5 miliard njerëz jetojnë në kushte shumë të rënda dhe të skamjes. Tasavvur edilemez sıkıntı ve yokluk koşullarında yaşamakta olduğunu ortaya koymuştur. Sipas të dhënave të vitit 2000, në botë 826 milion njerëz nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Beslenmektedir. Thënë ndryshe, çdo i 6 njeri është i uritur. Her 6 kişiden biri açlık çekmektedir. Por pse? Peki neden? A nuk ka burime të mjaftueshme për ushqim? Jo. Ndarja pasurisë mes njerëzve në mënyrë jo të barabartë dhe të padrejtë është shkak që këto burime të shfrytëzojnë vetëm një numër i vogël i njerëzve. Az sayıda kişinin faydalanmasına yol açar. E nga ana tjetër, me miliona njerëz jetojnë në varfëri dhe të uritur. Açlık, sefalet E përkundër të gjithave, kjo padrejtësi hovë të madh ka marrë në fillim të shekullit të 20. bu eşitsizlik 20. yüzyılın başlarından itibaren gittikçe yükselen boyutlara ulaşmıştır. Shkaku kryesor i kësaj tabele tragjike është largimi i njerëzve nga vlerat humane dhe etike. İcrami duyarlılıktan, her türlü insani ve ahlaki değerlerden
alabildiğine uzaklaşmalarıdır. Derisa prostitucioni nuk bëhet haptazi, nuk do të ndodh kiameti. Përhapja e prostitucionit është shenjë i kiametit. Burrat do të përngjajnë grave e gratë burrave. Erkeklere benzeyecek. Komponenti kryesor që shoqëritë i mban në një vend dhe i rregullon marrëdhëniet ndërnjerëzore janë vlerat morale. En önemli unsur ahlaki değerlerdir. Por në ditët e sotme këto vlera morale që shoqëritë i mbajnë në këmbë janë të rrezikuara shumë. Ciddi bir tehdit altına girmiştir. Shtimi i homoseksualizmit, tregtisë me prostitucion, marrëdhëniet seksuale jashtëmartese, krimet seksuale, pornografia, rastet e shumta të dhunimit dhe sëmundjet seksuale janë fakte të qarta për rënjen e moralit. Göstergelerinden bazılarıdır. Özellikle Në veçanti vërehet përhapja më të madhe e homoseksualizmit. Në ditët e sotme homoseksualet në tërë botën organizohen, formojnë shoqata dhe parti. Në disa shtete me ligj u është dhënë drejta për martesë, i kundërshtojnë vlerat e besimit dhe të fesë. bunlara karşı gelerek dini değerlere savaş açmaktadırlar. Görüldüğü gibi Prej kohës së pejgamberit alayhiselam deri sot homoseksualizmi ka treguar një rritje të madhe si kur më parë. en yaygın ve en uç boyutlarına varmıştır. Hadisler Hadithet lajmërojnë se pranimi normal i homoseksualizmit në shoqëri është shenjë se kiameti është afruar. yaklaştığının önemli bir belirtisidir. Kur burrat do të kënaqen me burrat dhe gratë me gratë, atëherë kiameti është afër. Bundan sonra bir Do të vijë një kohë kur do të paraqiten njerëz që do ta lexojnë Kur'anin, por Kur'ani do të ngel vetëm në gjuhët e tyre e nuk do të deportojnë në zemra. Njerëzit do të jetojnë në një kohë kur të tubuar në për xhami do të falin namaz, por në mesin e tyre nuk do të ketë besimtar. ahir zamanın önemli bir Një ndër shenjat e kiametit është edhe të larguarit nga feja e Allahut dhe etika kuranore. ise tamamen Faktet se është afruar kiameti janë: ahir zaman Faktet se është afruar kiameti janë: mospërfillja e jetëve kuranore, nxjerrja e dispozitave të rrënjshme në emër të Allahut, përçarja në fe, mohimi i caktimit të Allahut, kryerja e ibadeteve për sy e faqe, përdorimi i fesë si mjet për fitim të mirave materiale. kullanıldığı bir zamandır.
Bu alametler Këtë shenja pejgamberi a.s. I ka paralajmëruar qysh para 14 shekujve. ahir zamanda Për umetin tim, gjë që më së tepër më frikson është besimi në yje, mohimi i caktimit të Allahut. insanlara bir zaman Do të vijë një kohë kur Kurani do të qëndrojë në një lugin, kurse njerëzit në një lugin tjetër. insanlara Do të vijë një kohë kur Kurani do të ekzistojë vetëm si fotografi, kur Islami vetëm si emër. ismi kalacaktır. Edhe pse ata do të jenë shumë larg Islamit, Islamin do ta emërtojnë me emra të ndryshëm. Xhamit nga pamja jashtme do të jenë të bukura, kurse nga aspekti i udhëzimit do të jenë të prishura. Harap olacaktır. Shtimi i shkurorzimeve janë shenjat e kiametit. Kıyamet alametlerindendir. Kur të afrohet kiameti, shtohet numri i fëmijëve dobiç po kopila. Largimi i njerëzve nga drejtësia, paqja, dashuria, mëshira, turpi, nderi, respektimi të drejtave të tjerëve, të cilët i solli feja e vërtetë nëpërmjet Kuranit familjar, natyrisht se me vete do të sjellë çrregullimin shoqëror. Doğal olarak sosyal çöküntüleri de beraberinde getirir. Ky çrregullim shoqëror paraqitet në forma të ndryshme. Farklı biçimlerde gösterir. Ailenin Shkatrimi i familjes, boşanmalar, shkurorzimet, gayrimeşru kopilët, zhdukja e etikës së punës dhe tregtisë, yolsuzluk, korrupsioni, sahtekarlık, stres, mashtrimet, endişe, shqetësimet, rritja e numrit të alkoolistëve dhe narkomanëve. ve uyuşturucu bağımlılığı. Bu nedenlerden Këto janë shkaqe që njeriu ka rënë në zbrastirë shpirtërore dhe është zhytur në rrugë të errëta. çözüm yolu Kurse disa njerëz që nuk mund të gjejnë rrugë dalje zgjedhin edhe rrugën më të keqe, vetvrasjen. tüm bu olguların son yüzyılda Paraqitja më e madhe gjithë këtyre anomalive në ditët e sotme tregon se jemi shumë afër ditës së kiametit. yaklaşmakta olduğunun önemli habercilerindendir. Kıyamet öncesi Për çrregullime shoqërore që do të ndodhin para kiametit, pejgamberi alayhis salam ka treguar edhe lajme tjera. daha pek çok haber vermiştir. Bu haberlerden diğer birkaçı şunlardır. Disa nga ato janë: Cinayetler derisa nuk shtohet numri i vrasjeve, kiameti nuk do të ndodhë. kötülerin Shtimi i numrit të njerëzve të këqij me të madhe, pranimi i rënacakëve si të sinqertë dhe akuzimi të sinqertëve si rënacak, güvenilir, pranimi i tradhtarëve si besnik dhe akuzimi i besnikëve si tradhtar janë shenjat e kiametit. Respektimi i pasanikëve dhe ngritje në këmbë për përshëndetje nga ana e njerëzve që janë më të mirë se ata, tregon se kiameti është afruar. kıyamet yaklaşmış demektir. Kur të afrohet kiameti, në matje dhe peshore do të bëhet hile. Hile yapılır. Marrja e rishvetit është shenjë e kiametit. Alametlerindendir. Tarihi kaynaklar Arap Burimet historike tregojnë se në kohën kur shpallej Kurani famëlart, arabët nuk kanë pasur teknologji për hulumtime shkencore të gjithësisë dhe natyrës. Yani
Domethënë se është absurde të bëhet një krahasim me shkencës dhe teknologjisë në kohën kur ka jetuar pejgamberi alayhis salam dhe të shkencës dhe teknologjisë moderne. Megjithatë, pejgamberi alayhis salam në shumë hadithe të tij ka paralajmëruar për zbulimet shkencore dhe teknologjike që do të ndodhin para kiametit. Tani, t'i vështrojmë këto zbulime shkencore dhe teknologjike. Afër kiametit do të zgjaten jetat njerëzve. Prej kohës kur pejgamberi alayhis salam e ka paralajmëruar këtë, kanë kaluar 14 shekuj dhe gjatë gjithë kësaj periudhe mesatarja e jetës së njeriut ka qenë më e ulët se sa në kohën në të cilën jetojmë. Madje dallime të mëdha vërehen mes periudhës së parë të shekullit 20 dhe nga fundi i tij. Zhvillimi i teknologjisë mjekësore dhe zhvillimi i shërbimeve shëndetësore ka mundësuar që njerëzit të fitojnë një të mirë të këtillë. E së bashku me këtë zhvillimi i gjenetikës dhe zhvillimi i të ashtu quajturës projekti i genomit të njeriut, në fushën e mjekësisë paralajmëron fillimin e një epoke të re. Ky zhvillim është aq i shpejt për njerëzit që kanë jetuar më parë ka qenë vetëm një ëndër e parealizueshme. Gjërsa nuk ndodhin këto ndodhi, kiameti nuk do të ndodhë. Njerëzit mes veti do të garojnë në ndërtimin e ndërtesave të larta. Nëse analizojmë historinë e ndërtimtarisë dhe inxhinierisë, do të shihim se ndërtesat e larta kanë filluar të ndërtohen ka fundi i shekullit 19. Zhvillimi i teknologjisë, përdorimi i çelikut dhe përdorimi i ashensorëve elektrik ndikuan në përshpejtimin e ndërtimit të rrokaqiejve. Ashtu si që theksohet edhe në hadith, garimi i njerëzve në ndërtimin e ndërtesave të larta shihet edhe në garimin mes shteteve se kush do të ndërtojë rrokaqiej më të lartë. Derisa nuk ndodhin këto ndodhi, kiameti nuk do të ndodhë. Do të shkurtohet koha dhe me anë të mjeteve do të shkurtohen largësitë. Mjetet fluturuese, trenat dhe mjetet tjera transportuese që kanë shpejtësi më të madhe se zëri, udhëtimet që në kohrat e kaluara kanë zgjatur me muaj, tani mund t'i kalojmë vetëm për disa orë dhe atë shumë me siguri dhe rehati. Atë që e paralajmëron hadithi realizohet në këtë formë. Hadisin işareti de bu şekilde gerçekleşmektedir. Shprehja koha do të shkurtohet që përdoret në pjesën e parë të hadithit mund ta vlerësojmë kështu. Atë që e kanë thënë pejgamberi alayhis salam ka këtë domethënie. Afër kiametit punët do të kryhen shumë më shpejt se sa në periudha tjera.
Gerçekten de bilimin Me të vërtet me zhvillimin e shkencës, të gjitha punët kryhen shumë më shpejt dhe kanë rezultate më të përkryera. Edhe një hadith tjetër flet për këtë çështje. benzer başka bir hadiste bu konuya işaret etmektedir. Zaman kısalık. Kiameti nuk do të ndodh derisa koha nuk shkurtohet edhe atë. E viti të bëhet muaj, muaji javë, java ditë, dita orë dhe ora një kohë e shkurtër sa për të ndezur zjarr. Örneğin asırlar önce Për shembull, kıtalar më parë arasında komunikimi i haftalar lajmeve mes kontinenteve ka zgjatur me javë, kurse sot me anë të internetit dhe satelitëve modern komunikues kjo kryhet vetëm për disa sekonda. saniyeler içerisinde tamamlanmaktadır. Çok değil. Jo para shumë shekujve, koha që nevojite për botimin e një libri sot për të njëjtën kohë mund të botohen me miliona libra. Temizlik, yemek Me ndihmën e mrekullisë teknologjike më sot pastërtia, përgatitja e ushqimit, kujdesi fëmijëve që llogariten si punë ditore nuk paraqesin ndonjë problem për njeriu. Kısacası bugünün Thënë shkurt, nëse mirë vështrojmë zhvillimin e teknologjisë moderne, do të shohim se fjalët e pejgamberit alayhis salam realizohen një nga një. kişiye kendi Derisa njeriut nuk i flet të zëri vet, kıyamet kopar. kiameti nuk do të ndodhë. Peygamberimize ait bir hadiste Muhamedi alayhis salam në hadithin e vet kështu e paralajmëron zhvillimin e teknologjisë së komunikimit. kişinin kendi Njeriu për të dëgjuar zërin e vet së pari duhet të inqizojë atë e pastaj ta dëgjojë. dinlemesi gereklidir. Bunun olabilmesi için Kurse kjo teknologji e inqizimit të zërit dhe teknologjia e reproduksionit u zbulua në shekullin 20. yine kıyamet öncesi Po ashtu ka dhe disa hadithe të tjera të cilët flasin për zhvillimin e teknologjisë së komunikimit para se të ndodhë kiameti. semadan bir ses Nga qielli një zë atë do ta thrasë për emri, po bile edhe ata që janë në lindje dhe perëndim do ta dëgjojnë këtë zë. bu ses bütün yeryüzü Ky zë do të shpërndahet në për gjithë botën, çdo popull do ta dëgjojë në gjuhën e vet. semadan Një zë nga qielli ashtu që çdo kush e dëgjon në gjuhën e vet. bu hadisler bütün dünyada Këto hadithe duyulacak flasin ve për një her zë që do toplumun dëgjohet në bütün mbar insanların rruzullin da toksor dhe çdo işittiği popull do ta seslerden dëgjojë në gjuhën e vet. Bu şekilde radyo, Nga kjo televizyon qartë ve kuptohet se benzeri pejgamberi haberleşme alayhis salam vasıtalarıyla paralajmëron për mjetet e informimit siç janë radioja, televizioni e daha 100 yıl tjera. önce hayal bile edilemeyen bir Këtë zhvillim të hadiseye madh që njerëzit edhe para një shekulli nuk kanë mundur ta paramendojnë, pejgamberi alayhis salam e ka paralajmëruar qysh para 1400 vjetëve. Kjo është një mucize e tij. Filmimizin başından Nga buraya fillimi i kadar filmit e deri këtu e analizuam shenjat e kiametit duke u bazuar në hadithet e pejgamberit alayhis salam. kıyamet alametlerini inceledik. Ve gördük Edhe e ki kuptuam se me të vërtet koha në të cilën gerçekten jetojmë është koha ahir kur zaman kiameti është afruar shumë. ve kıyametin kopmasından hemen önce yaşanan dönemdir. Ancak kıyametin Megjithatë, shtënjët që tregojnë për shenjat e kiametit nuk janë të kufizuara vetëm me hadithe. dinimizin Edhe libri i shenjtë i fesë son, Kur'ani famëlar, në shumë ajete flet për çështjen e kiametit. bu ayetlerin büyük bir Një pjesë e madhe e këtyre ajeteve flasin për momente trishtuese që do të ndodhin në ditën e kiametit, por ka dhe ajete që tregojnë edhe për shenjat e kiametit. Kıyametin alametlerinden bahsedilmektedir.
Njëri nga këto ajete gjendet në surën El Kamer. Kur'an'ın 54. suresinin Emri i surës së 54 në Kur'an është El Kamer, që do të thënë hënë. aydır. Bu surenin Në ajetin e parë të kësaj sureje jepet një mesazh shumë i rëndësishëm si paralajmërues i ditës së Kiametit. Momenti i katastrofës së përgjithshme është afruar. E hëna është qarë në dysh. ayette kullanılan yardım Folja që është përdorur në gjuhën arabe në kuptimin qarje është shekka. kelimenin Arapçada Kjo fjalë në gjuhën arabe ka domethënie të ndryshme. bazı Kur'an Në disa komentime të Kur'anit është pranuar kuptimi qarje në dysh. Po ashtu fjala shekka në gjuhën arabe ka domethënien lëvrimi i tokës. anlamlarında da. Njëra nga këto ajete është: Bu ayetlerden biri şöyledir. Biz ne e lëshuam shi të mjaftueshëm, pastaj e çam tokën sipas nevojës së bimës, dhe bëm që në të të mbijnë drithra, edhe rrush e perime, edhe ullinje hurma. bu ayetteki Shprehja shekka në këtë ajet nuk ka domethënien e qarjes së tokës në dysh, por qarja e tokës me lëvrim. kullanılmıştır. Nëse kthehemi prapa në vitin 1969, do ta shohim një muxhize të Kur'anit famëlart. Ajo që para 14 shekujve është paralajmëruar në surën El Kamer se hëna do çahet u realizua në 20 korrik të vitit 1969 me ulëmtimet që u bën në Han. Bu tarihte Në këtë datë astronautët amerikan për së pari herë arritën në Han dhe filluan hulumtimet e tyre shkencore, morën gurë dhe tokë për hulumtimet e tyre. ve toprak örnekleri toplamışlardır. Bu gelişmeler Këto ndodhi janë në pajtim me ajetin kuranor. Bu filmde Në këtë film analizuam shumë zhvillime shoqërore që kanë ndodhur në shekullin 20 e që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Dhe pam se shumë nga këto ndodhi, pejgamberi alayhis salam i ka paralajmëruar qysh para 1400 vjetëve. Muhammed tarafından insanlara bildirilmiş gibi. Pejgamberi alayhis salam për këto ndodhi ka përdorur termin ahir zaman dhe ka thënë se ndodhit që do të ndodhin në këtë kohë janë paralajmëruese të ditës së Kiametit. Kıyametin yaklaşmış olduğunun göstergesi olduğunu söylemiştir. Bu alametlerin Ishim dëshmitar se të gjitha këto ndodhi një nga një ka ndodhur dhe ndodhin. hep birlikte tanık olduk. Unutulmaması S'duhet harruar se çdo shenjë që ndodh tregon se Kiameti edhe më tepër afrohet dhe na përkujton se sa më rëndësi është kthimi i moralit që kërkon nga ne Kur'ani famëlart. hayata geçirmenin önemini hatırlatmaktadır. Günümüzde ise Kurse sot shumica e njerëzve nuk duan të mendojnë apo të bisedojnë për këtë çështje. afet haberleri Nuk mund të durojnë kur lexojnë ndonjë lajm për ndonjë katastrofë apo kur shohim ndonjë film që tregon ndonjë vdekje. amaçları Qëllimi i tyre është ikja nga frika që u sjell Kiameti. oysa E nuk mund të kuptojnë se Kiameti një ditë patjetër do të ndodhë. Allah ayetlerinde Në ajet kuranor tregohet se Kiameti veç është afruar. vermiştir. Gerçek şu ki Dhe nuk ka dyshim se Kiameti do të vijë patjetër. onda şüphe yoktur. Hadislerde Shenjat të cilat përmenden në ajetet dhe hadithet një nga një realizohen. ve tasvir edildiği gibi yaşanmaktadır. Zhvillimet teknologjike të papara në histori realizohen sot. Dönemde ortaya çıkmaktadır. İnsanlar Njerëzit nuk duhet të jenë mospërfillës ndaj këtyre shenjave hyjnore. Në të kundërtën duhet shumë mirë t'i vlerësojnë. ahir zamanla ilgili Shenjat e işaretler Kiametit për ta janë një vërejtje dhe përkujtim i madh. hatırlatmadır. Allah'ın vaadi Premtimi i Allahut është një e vërtetë e prerë.
askush nuk mund t'i ndryshoj apo t'i pengoj premtimet e tij. Ashtu si kurse për çdo çështje, po ashtu edhe për këtë gjë, më mirë flet Kur'ani famëlart. Dhe thuaj, falenderoj Allahun, e ai do t'ua tregoj argumentet dhe do t'i kuptoni ato atëherë.